Salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam I dërgojm mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit të pasoj. Vëllezër, jo se kemi të shtojmë diçka jashtë muhabeteve të xhallarëve, por ama shpesh temat të cilat trajtohen nga këndvështrimet ndryshme japin përfitime të ndryshme. Andaj lut Allahun xhallahu ala që këto muhabete të cilat do t'i themi do të jenë dobishme për mua pastaj për ju. Një ndër çështjet e rëndësishme në këtë seminar që është mbajt këtë pasdite është kuptohet vlera e përzgjedhjes së temave. Për shkak se ne jemi tu fol për një ndër konceptet më të vlefshme në dinin e Allahu xhella xhelalu, ai është wahyi. Për këtë shkak unë do ta la me këtë term wahyi, jo me shpallje. Për shkak se ndoshta përdorimi I termit ashtu siç është I jep atë origjinalitetin cilin e ka wahyi në përmbajtje dhe në kuptim, si që ta shohim me lejen Allahu xhella xhelaluhu. Ka mund që të titullohet seminari ose kjo ligjerat pasimi I Kur'anit, edhe rreziku I ndjekjes së hewas ose epsheve, ka mund të titullohet seminarin përgjithësi se ka të bën me Kur'anin. Megjithatë është emërtuar wahyi si wahyi, jo si Kur'an. Për shkak se wahyi në kuptimin e vet është kuptim pak më I përgjithshëm se sa Kur'ani. Kur'ani është pjesë e wahyit. Është njëra pjesë e wahyit, edhe suneti është pjesa tjetër e wahyit të cilin e ka zbritur Allahu xhella xhelalu. Për këtë shkak tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, inma utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ah. Mua më është dhënë Kur'ani dhe diçka e ngjashme si Kur'ani. Do të thonë mua wahyi më ka zbrit në formën e Kur'anit dhe në formën e asaj të cilën ne sot e quajmë suneti pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Për këtë shkak, unë do të përdori termin wahyi, jo Kur'an, me qëllim të një kuptimi të caktuar cilin do ta përmendim me lejen Allahut xhella xhelaluhu. Andaj unë them që Kur'ani ose më falni wahyi ka dy kuptime. Ose me ju pyet juve çfarë do të thonë wahyi tek ti, ti mund thosh te unë wahyi është Kur'ani. Një tjetër mund thot wahyi tek unë është sunneti. Mirë, po unë do ta përkufizoj wahyin nga një këndvështrim pak më ndryshe dhe këto dy kuptime me do e mos shkojnë paralelisht njëra me tjetrën në kontekstin e muhabetit ton. Andaj themi që wahyi fillimisht është emër I procesit të zbritjes së asaj të cilën ne e quajmë të shenjtë nga wahyi. Allahu xhella xhelaluhu tha, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e zbritëm dhikrin, do me thonë Kur'anin dhe wahyin përgjithësi, dhe ne jemi ata të cilët do ta ruajmë. Ne e zbritëm si proces nga Allahu tek Xhibrili, nga Xhibrili tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga ky këndvështrim, a besojmë ne se wahyi është I shenjtë? Besojmë. A besojmë ne se wahyi është I mbrojtur? Besojmë. Dhe nga ky këndvështrim plot për njerëzve japin në rëndësinë të cilën e ka Kur'ani për shembull. Wahyi thot është I shenjtë se Allahu e ka zbritur Xhibrilit dhe Xhibrili Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ai më pas na I ka kumtuar neve. Dhe kjo nuk prish punë. Dhe ne duhet ta shohim si të tillë. Ne duhet ta shohim Kur'anin si të mbrojtur nga ana Allahu xhella xhelaluhu. Duhet ta shohim wahyin si të mbrojtur nga ana Allahu xhella xhelaluhu. Por ama koncepti I wahyit nuk plotësohet në përgjithësi dhe nuk jep frytet e dashura përderisa nuk e njohim pjesën e dytë të konceptit të wahyit. Ajo është wahyi si emër. Çfarë ne kuptojmë me këtë? I referohet, do me thonë wahyi si emër, ky kuptim I referohet wahyit si diçka të cilën Allahu xhella xhelaluhu e ka zbritur si wahyi dhe vazhdon të jetë wahyi dhe do të jetë wahyi deri në ditën e gjykimit. Që është dallimi me kësaj dytës dhe të parës? Se në aspektin e parë wahyi ka mbaruar apo nuk ka mbaruar? Pyetja është kjo. Kur ka mbaruar? Po, me ndrimin e jetës pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Do me thonë, në kontekstin, në kuptimin e parë, wahyi ka mbaruar ditën kur ka vdek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në kuptimin e dytë, në aspekt të emrit wahyi, kjo shpallje ka qenë shpallje gjatë kohës kur zbriste Kur'ani, është shpallje sot
dhe do të jetë shpallje deri në ditën e gjykimit, kjo nuk ndërpritet asnjëherë. Dhe këtu është problemi i plot për i muslimanëve sot. Dhe pse unë e përmendi këtë çështje, ndoshta e cila është përmend më herët, për shkak se kjo ndoshta është ajo rënditja logjike mbi cilën ne do të ndërtojmë konkluzat tona për çështjet në fund. Andaj me dojë mos ta përmendim çfarë nën kuptojmë ne me termin wahi. Nuk nën kuptojmë vetëm kontekstin historik të një procesi të zbritjes nga Allahu tek Xhibrili tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk nën kuptojmë vetëm procesin e leximit të tekstin të cilin ne e lexojmë dhe prej së cilit kërkojmë bereqet dhe shpërlim tek Allahu. La aqul tha pejgamberi Allahu alaihi salatu wasalam alif lam mim, tha la aqulu alif lam mim harf, bel alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harf. Tha nuk them që alif lam mim është një harf, po alifun harf dhe mim harf dhe lam harf, për se cilën sa sevape ki? 10 sevape. Dhe nga ky këndvështrim ne kemi shpërblimin. Neve na intereson plotësimi i konceptit wahi me pjesën e dytë. Ajo se ki wahi është wahi nga dita që ka zbrit, vazhdon të jetë wahi dhe do të jetë deri në ditën e gjykimit, pa marrë parasysh se bartësi ose kumtuesi i wahit ka vdek, alayhi salatu wassalam. Dhe këtu duket problemi i konceptimit të wahit tek shumë prej muslimanëve sot. Ne wahin e lexojmë si mushaf. Fjala mushaf, çfarë do të thonë gjuhën arabe? Rrjedh nga fjala suhuf ose sahife, që do të thonë çfarë? Flet. Apo me përkthin gjuhën zhargonin ton të përditshëm, fletore. Wal mushafu është ky libër i përbër prej fletëve. Andaj muslimant si kur wahjin e perceptojmë përmes mushafit, jo përmes wahjit të përgjithshëm, ajo se është prej Allahut dhe ky wahj ka fuqi të ndryshimit nëse gjen terren të përshtatshëm të njerëzve të cilët do të punojnë me këtë wahj. Edhe nëse njeriu i cili e ka kuptuar wahjin ka ndruar jetë para 1400 sa viteve, alayhi salatu wassalam. Për këtë shkak vëllezër, ne nuk bën të jesim peng të kuptimit të wahjit në aspekt të mushafit. Kuptimi i wahjit në aspekt të leximit mushafit është gjë e mirë dhe është e domosdoshme. Megjithatë ajo duhet shoqërohet me kuptimin tjetër. Ajo se wahji tek ne është jetë. Wahji tek ne ka mundësi ndryshimi. Wahji tek ne është shkëndi e cila ndez një seri ndryshimesh tek njerëzit. Për këtë shkak, nëse ne marrim historinë e të parëve tonë, do të gjejmë se për 25 vjet, pas vdekjes pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, muslimanët kishin mërrit në lindje dhe të perëndim dynjas. Përpara përfundimit të shekullit të parë të Hijretit, muslimanët kishin themeluar shtetin e tyre në Andaluzi. Nuk kishin kaluar 100 vjet, muslimanët ishin gjithandej përreth Evropës. Kjo jo vetëm se ata e kanë pa wahjin si mushaf i cili lexohet dhe prej së cilit ne marrim bereqet dhe shpërblim, ja. Po kjo për shkak se wahjin e kanë kuptuar si udhëzim, wahjin e kanë kuptuar si rrugë jete, wahjin e kanë kuptuar si shkëndi që ndez çdo proces ndryshimi tek njeriu. Po ka njerëz që janë të përshtatshëm për të ndezë ky proces i ndryshimit. Për këtë shkak duhet të vendosim këtë themel. Çfarë nën kuptojmë me termin wahi? Atëherë themi që nën kuptojmë këto dy gjëra. Pasi themelojmë këtë, mund të parashtrojmë pyetjen. Ajo është cilat janë funksionet e këtij wahit në jetën tonë? Kjo është pyetje. A bën me parashtru pyetje më dhëbejt? Do me thonë unë të pyes ty, cilat janë funksionet e wahit në jetën tënde? Çfarë funksione ka wahi në jetën tënde? Ose thuj, si do t'i kisha përmbledh 2-3 funksione të wahit në jetën time? Çfarë bën wahi në jetën time? A ka përgjigje? Folni lirisht. Se ndoshta mollabeta është më i ashpër, unë më i butë jam. Folva. Po? Nuk dëgjova. Zani s'del keq kot. Ha vllazni. Çfarë funksioni ka wahi në jetën tënde? Dikush mund thosë se është libër prej së cilit unë fitoj vetëm sevap, çka? Pikë.
ta rregullon mënyrën e jetesës dhe raportet me Allahun. Adhurimi i Allahut. Udhërrëfyes dhe planifikues i jetës. Këto realisht a janë funksionet wahit në jetën tonë? Po. Prej wahit rezulton kjo në jetën tonë, ose kënd vështrimi jonë ndaj wahit është kjo si funksionon ai tek ne. Dhe këto janë gjitha përgjigjet sakta. Megjithatë, me mos të ketë karakteristikat përmbledhëse të diçkaje të cilën ne do ta quanim funksioni i wahit në jetën tonë. Dietarët i kanë përmbledhur në 3 gjëra. E para është se wahyi të njofton me Allahun. Wahyi të njofton me Allahun. Kjo përfshin adhurimin e Allahut, kjo përfshin rregullimin e raportit tënd me Allahun, do me thonë të bën ty që ta njohësh Allahun xhelle xhelaluhu më mirë. Dhe prej njohje së mirë të Allahut është njohja e mirë e emrave dhe cilësive të Allahut xhelle wala. Apo? Pyetja tjetër. Nëse ju pyetja unë juve, wahyi a është i gjallë apo nuk është i gjallë? A është i gjallë apo nuk është i gjallë? Wahyi si koncept, a është i gjallë? Është i gjallë. Po pse është i gjallë? Pse është i gjallë? Se është valid deri në ditën e gjykimit, kjo në bazë të gjurmëve që lë gjallëri. Mirë, po përpara se shkojmë tek gjurmët e wahyit, pse është i gjallë në bazë të gjurmëve që me do e mos shojmë në aspekt të burimit të wahyit. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, wa in ahadun min al-mushrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nëse dikush prej mushrikëve o Muhammed alayhi salatu wasalam, po të lyp strehim dhe mbrojtje, jepi atij mbrojtje derisa ta dëgjoj fjalën e Allahut. Këtu është sekreti i gjallërisë së Kur'anit. Kur'ani është fjala e Allahut. Dhe fjala e Allahut është çfarë? Cilësia e Allahut. E cilësitë e të gjallit mbeten gjithmonë të gjalla, nuk vdesin kurrë. Nga ky këndvështrim kur ne e shohim Kur'anin, shohim vetë pak. Kjo fjalë nuk është fjala e dikujt prej filozofëve të së kaluarës. Është fjala e Allahu xhelle xhelaluhu. Fjala e atij i cili nuk vdes kurrë dhe është i gjallë, dhe fjalët e tij janë gjithmonë të gjalla. Domosdoshmërisht, ato do të lënë këto gjurmë tek ne. Do të gjallërojnë proceset e ndryshimit, të cilat nuk do me thonë se janë të lehta, në përgjithësi janë të rënda. Çdo ndryshim është i vështirë dhe është i rëndë, megjithatë është i gjallë. Është i gjallë, nuk do me thonë se është i lehtë, por është i gjallë. E Allahu xhelle xhelaluhu e ka cilësuar fjalën e tij si kalamuhu xhelle wa ala. E ka cilësuar Kur'anin si fjala e tij, rrjedhimisht kjo fjalë e Allahut është e gjallë. Dhe kjo fjalë e gjallë vazhdon dhe të edukon dhe të mëson se ti nuk je duke lexuar fjalën e dikujt tjetër, po fjalën e Allahu xhelle wa ala. Për këtë shkak, në namazin tënd që e bën 5 herë në ditë, nuk të ka urdhëruar që të lexosh diçka më shumë brenda namazit se sa fjalët e tija. Ne a kemi lutje tjera jashtë Kur'anit namaz? Kina, po. Te shehudin e kena krejt lutje jashtë Kur'anit. Madje nuk e kemi të lejuar të lexojmë Kur'an te shehud. Po tamam, në qiyam a lexojmë Kur'an? Lexojmë Kur'an. Madje shumica e leximit brenda namazit tonë është leximi i Kur'anit, me qëllim që ti të hyjsh dhe dalish namaz dhe sa herë që ke hi dhe ke dal nga namazi yt, ti jesh më afër dhe më i njohur me Zotin tënd xhelle xhelaluhu. Kjo është wadhifja e parë, funksioni dhe detyra e parë e wahyit në jetën tënde, që të bën ta njohësh Allahun xhelle xhelaluhu. Sa herë që reciton fjalën e tij, ty të shkon ndërmend që këto fjalë janë fjalët e Allahut tim, i cili mua më drejtohet. I cili mua është duke më qortu, i cili mua është duke më eduku, i cili mua është duke më udhëzu. Nuk janë fjalët e dikujt tjetër, po janë fjalët e Zotit tënd xhelle xhelaluhu. Funksioni i dytë i wahit në jetën tënd është mëkëmbja. Çfarë nënkuptojmë me këtë? I'mar. Me i'marin nënkuptojmë si koncept në Islam nuk është ngritja e gjërave në aspekt material, po është mëkëmbja e njeriut në këtë dynja. Allahu e ka pru njeriu në këtë dynja si mëkëmbës të tij, që do me thonë ky njeri do ta ngjall dynjan
me bindje dhe urdhër të Allahut xhelle wa ala. Allahu tha ndërto dhe mos shkatro. Allahu tha kultivo, mos u bën fesadxhi. Allahu tha bën urë lidhse me të tjerët, mos i the, mos i shkatro këto urra. Allahu tha xhelle xhelaluhu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dhe mos bëni fesat në tokë pasi që ajo ishte rregulluar. Dhe ky rregullim vjen në hije të bindjes së njeriut ndaj Allahu xhelle xhelalu. Madje mëkëmbja e njeriut në këtë dynja nuk mund të arrihet vetëm se me dorëzim të plotë të njeriut ndaj Allahu xhelle ala dhe vullnetit të tij subhane. Përndryshe, njeriu është njeri i cili nuk e pason Allahun, po pason diçka tjetër në jetën e tij. E treta, vëllezër, pasi që Kur'ani të bën të njihesh me Allahun, të tregon funksionin tënd në këtë dynja, nuk e neglizhon Kur'ani përfundimin e njeriut, ai është ahireti. Andaj lexo librin e Allahut dhe do të gjesh se 2/3 ose gjysma e librit të Allahut flet për ahiretin. Dhe nëse e kishim titulluar librin e Allahut ndryshe, e kishim titulluar si libri i ahiretit. Gjithçka sillet rreth ahiretit. Epiqendra e veprimit ton, ngurimit ton, turpit ton është njohja e ahiretit. Pas njohjes Allahu xhelle xhelalu. Pas njohjes Allahu xhelle xhelalu. Andaj kur njeriu e kupton kë e adhuron, e kupton pse ka prun këtë dynja, duhet që të ndalet dhe të meditoj çka ka përgatit Allahu për mua nëse unë i bindem atij në mëkëmbjen e kësaj dynjaje. Ku shkoj unë nga kjo dynja, e cila është e përkohshme, nëse ka diçka rreth së cilës ne jemi të pajtimit, ne edhe jo muslimanët. Se njeriu si krijes në çdo gjë tenton të ketë mos pajtim me tjetrin. Madje edhe në shihet ushqimit dhe vlerësimin e gjërave të thjeshta në këtë dynja. A është ujë i ngrohtë apo i ftohtë? Për mua i ftohtë, për atë i ngrohtë. A e don më të ftohtë, ki e don më të ngrohtë e kështu me radhë. Për gjithçka njerëzit kanë diferenca. Mirë, po rreth një gjë nuk kanë diferencë. Ai është përfundimi i njeriut. Të gjithë janë të pajtimit se njeriu në këtë dynja përfundon dhe shkon diku tjetër. Ku shkon, pastaj kemi diferencë. Pastaj kemi shumë diferencë. Po ajo që është e rëndësishme se gjithë jemi të pajtimit se kjo fazë ose kjo etapë e njeriut në këtë dynja përfundon. Atëherë kur Allahu xhelle wa ala na e ka garantuar këtë përfundim dhe na ka treguar që ne jemi në këtë dynja përkohshëm, me doje mos që të dim dhe të mendojmë dhe të thellohemi në meditim çfarë është ajo e cila është përgatitur për një grup njerëzish, për grupin tjetër, për ata që i binden Allahut dhe urdhrit të tij dhe vullnetit të tij, për ata që thënë urdhrin e Allahut dhe vullnetin e tij xhelle wa ala. Andaj ahiretin jetën e njeriu është epiqendër e çdo veprimi. Përpara se të bëjmë diçka, përpara se mos bëjmë diçka, gjithmonë besimtari kujton ahiretin. Allahu xhelle wa ala e ka treguar fundin e kësaj dynjaje, i ka thënë pejgamberit Allahut alayhi sallam, inneke mejitun wa innahum mejitun. Si e përkthejmë në shqip kët? Ti je i vdekur dhe ata janë të vdekur. Dhe ky përfundimi i dynjas, do me thonë, ka një dozë të normalitetit në aspekt të kërcënimit. Është kërcënim. Do me thonë, është sqarimi një fakti, andaj me na thonë dikush tash kaloj një xhenazën e prekimi, apo? Se është diçka të cilën njeriu nuk e do. Megjithatë, ky ajet inneke mejit, ti je i vdekur, edhe pse duket normal kështu në aspekt si përfaqësor, kur e kupton se kujt i drejtohet Allahu xhelle xhelaluhu, ty të bën të ndalesh dhe të mendohesh. Allahu i drejtohet pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu e ka veçuar në çdo aspekt. Çdo të mirë ja ka dhënë, madje emocionet dhe ndjenjat e tij Allahu i ruan shumë. Por ama kur ka ardhur për t'ju treguar përfundimin e tij, ka thënë inneke mejit, ti je i vdekur. Jo ti do të vdesësh, ti je i vdekur. Shkri kjo punë. Wa innahum mejitun, dhe ata janë të vdekur. Dhe kur ne lexojmë këtë gjë dhe dim se Allahu ynë xhelle wa ala, të në fjalët e Allahut na e thot këtë gjë, si me thonë ndalemi dhe mendojmë për atë që është pas vdekjes. Po lexo fjalën Allahu xhelle xhelaluhu, kullu nafsin dha'iqatul maut, që çdo nefs do ta shijoj vdekjen. A ka mund Allahu në këtë ajet thot
që çdo nefs do të vdes? Ka mund. Apo? Inneke mejit, tha Allahu, ti je i vdekur dhe ata janë të vdekur. Edhe këtu Allahu mund të thotë që çdo nefs do të vdes, shumë e thjesht. Megjithatë Allahu zgjodhi thënien, çdo nefs do ta shijoj vdekjen, për të na treguar neve që vdekja është proces të cilin e shijon njeriu individualisht. Merre një kokë rushi dhe shpjegoja dikujt ndjenjën subjektive dhe përjetimin të ngrënjes së rushit. Dhe thuj rushi është i freskët. Pa ai është në Alaskë, nuk don freski, ai don ngrohtësi. Ti thuj rushi nuk është i ëmbël, ai është tipi i cili e don ëmbëlsinë. Andaj kur fillon ti dhe tu shpjegosh të tjerëve se si është kjo kokë e rushit, e shes se zgjidhja më e mirë është jepi secilit nga një kokë rushi dhe le ta përjeton vetë se si është rushi. E Allahu andaj thot kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo nefs do ta shijojë vdekjen. Nuk tregohet ajo, shijohet. Çdo nefs individualisht. Shahidi e përjeton ndryshe. Ai në shtrat vdekjes ndryshe. Besimtari i devotshëm ndryshe. Besimtari gjunaqar ndryshe. Mosbesimtari i zhytur në krime ndaj tjerëve ndryshe. Mosbesimtari i thjesht ndryshe kështu me radhë. Çdo kush individualisht do ta përjeton këtë proces i cili është piknisja e kësaj epiqendre të veprimeve tona në këtë dynjë është ahireti. Piknisja jonë drejt ahiretit është vdekja. Andaj nëse ka diçka e cila e nxjerr në pa rëndësinë e kujtimit të ahiretit, është wahi. Lexo Kur'anin wa Sunneten, çka dush, do të gjesh tekste pafund në të cilat njeriu t'i përkujtohet vdekja. Tha i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira." Po ta dishit atë që unë e di, kishit qarë shumë dhe kishit qesh shumë pak. Ky tekst është i frikshëm. Në kontekstin që është shpjeguar dhe e ka thënë i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Mirë, po si këto tekste ka të shumta që e bëjnë ahiretin gjëja e parë që e mendon njeriu përpara një vepre, para se ta bëjë ose mos ta bëj, pas njohjes së Allahut dhe dëshirës së Allahut që e ka për robën e tij. Për këtë çka vëllezër, wahi në jetën tonë ka këto tri funksione. Na bën të njihemi me Allahun, na tregon detyrën tonë këtë dynja dhe përfundimisht ne përkujton neve ahiretin. Allahu Jalla Jalaluhu i zbret të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam një ajet në të cilin i thot kështu: thjeshtëson thirrjen e tij në dy rreshta dhe urdhron që ti thot ose t'ua thot këto porosi të tjerëve ose ta identifikon thirrjen e tij me këto karakteristika. Tha Allahu, dhe kjo është thënia e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Innama umirtu an a'budu rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay." Si më thon Allahu, thot thuaj Muhammed, "Innama umirt." Innama çfarë është në gjuhën arabe? Jo, çfarë është në gramatik? Fjala lidhësja innema është e përbame prej dy lidhësave inne dhe ma. Dhe në gjuhën arabe innema quhet edatu hasrin. Do me thanë, është mjet kufizues ose e lidh diçka ekskluzivisht për diçka. Kështu unë di ta shpjegoj. Po kjo është kuptimi në përgjithësi. E Allahu innema në këto ajete ose në këto dy ajete e përdor dy herë. Thot Allahu, innema umirt. Unë jam urdhruar që vetëm ta adhuroj, Zotin e këtij vendi. Cilit vend? Mekës. Zotin e këtij qyteti. Walahu kullu shay, i cili ka gjithçka xhella xhelalu. Në dorë të së cilit është gjithçka. Dhe kjo është, do me thonë, është prezantim i identitetit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam si pjesëtar i një grupe të madhe që quhen besimtar. Innema umirtu an a'bud. Unë jam urdhruar që vetëm ta adhuroj Zotin e këtij qyteti. Dhe me këtë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bëhet pjesëtar i atyre të cilët ne i quajmë besimtar. Prej së cilëve jemi edhe ne inshallah.
Walehu kullu shay. Dhe ky Zot xhelle xhelaluhu ka gjithçka. Vazhdon dhe thot Allah. Wa umirt, tash thot pejgamberi Allahut alayhi sallam, wa umirtu an akuna min al-muslimin, dhe jam urdhëruar që të jem prej muslimanëve. Adhurimi im me do e mos që të jetë me identitetin tim se unë jam musliman. Ti je musliman o musliman. Ti je musliman dhe je i urdhëruar që ta pasosh të dërguarin Allahut alayhi salatu wasallam në thënien e tij, unë jam i urdhëruar që të jem musliman, pasi e kam adhuruar Allahun xhelle u ala, madhështinë së cilit e kam njohur se Allahut i takon gjithçka. Walehu kullu shay. Allahu ka gjithçka në duart e tij xhelle xhelaluhu. Vazhdon ajetin në vijim, dhe kjo është pjesë e çuditshme. Thot Allahu wa an atlu al-Quran. Dhe tash i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam identifikon veprimtarinë e tij jo vetëm veten e tij, po veprimtarinë e tij me të tjerët. Wa an atlu al-Quran, dhe të lexoj Kur'an. Jam urdhëruar që të adhuroj, jam urdhëruar që të jem pjesëtar i një bashkësie që quhen musliman, dhe e treta jam urdhëruar që të lexoj Kur'an. Kjo wa natlu al-Quran lidhet jam urdhëruar që ta lexoj Kur'anin. Pse them që leximi i Kur'anit nuk është vetëm për atë, por është edhe për tjerët? Ajetin ose vazhdimi i ajetit e tregon këtë gjë. Sepse leximi i Kur'anit nuk është vetëm për ty, o vëlla. Leximi i wahjit nuk është vetëm për ty. Leximi i wahjit është për ty dhe është për të tjerët. Nuk ka lexim të diçkaje në këtë dynja që ndikon tek njeriu dhe tek të tjerët sikurse Kur'ani. Wa natlu al-Quran, vazhdon Allahu dhe thot: Faman ihtada fa inma yahtadi li nafsi. Dhe kush udhëzohet, kush do që udhëzohet. Tamam, kush udhëzohet? Ky i cili lexon Kur'an është i udhëzuar, është i dërguari i Allahut alayhi sallam. Andaj faman ihtada fa inma yahtadi li nafsihi. Dhe ai që udhëzohet për veten e tij. Nuk udhëzohet për dikë tjetër. Udhëzimi është i tij, nuk është i dikujt tjetër. Faman ihtada, pas leximit të Kur'anit që kam bën unë. Kush udhëzohet pasi që unë lexova Kur'an. Andaj këtu Kur'ani përveç se ndikon tek njeriu që lexon, ndikon tek njerëzit tjerë. Pse? Sa ai që lexon Kur'anin me sinqeritet dhe përgatit veten e tij që kjo enë e zemrës së tij të mbushet në wahi, me do e mos që të duket dhe të reflekton ky lexim në sjelljen dhe në përditshmërinë e tij. Me do e mos. Andaj thot Allahu faman ihtada fa inma yahtadi li nafsi wa man dall, dhe ai që devijon faqul inma ana min al-mundhirin, thuaj unë me të vërtet jam prej atyre të cilët paralajmërojnë. Kaq. Unë kam lexuar Kur'an, unë kam ngrit konceptin e wahit përpara teje, nuk je udhëzu dhe ke deviju, është problem tjetër. Unë jam vetëm prej atyre të cilët paralajmërojnë. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, sikur misioni i tij i kumtimit të wahjit sillet në tri gjëra: të adhuroj Allahun, të jetë pjesë e ummetit të muslimanëve dhe të lexoj librin e Allahut, i cili do të rezulton ose është pjesa praktike e davetit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi vëllezër, kemi shtruar ose kemi definuar konceptin e drejtë të wahjit. Me do e mos të kuptojmë një gjë tepër të rëndësishme. Tema e ligjëratës sime është pasimi i wahjit dhe rreziku i pasimit të epsheve ose hevas. Dhe unë nuk do të hyj në detaje të hollësishme të pasimit të gjërave. Pse? Për shkak se mjafton në rrezik që duhet ta kuptoj njeriu, mjafton ta kuptoj këtë rrezik. Ajo është se njeriu përpara vetes së tij ka vetëm dy rrugë. Njëra është pasimi i wahjit dhe tjetra është pasimi i rrugëve tjera. Quaj si dush ato rrugë tjera. Ja wahji, ja hevaja. Wal hawa, kanë thënë dietarët, është dëshira dhe pasioni brenda njeriut për diçka. Dhe njeriu nuk fajsohet vetëm për pasionin e brendshëm përderisa nuk duket ajo në përditshmërinë e tij. Apo njeriu i cili ka jetuar me një haram të caktuar gjatë jetës së tij, nuk është i gatshëm që të zhveshet plotësisht
nga dashuria ndaj këtij harami nga dita e parë që e kupton se është haram. Jo çdo kush thot unë e urrej nga dita që nuk e praktikoj dhe lufton me brendsinë e tij. Lufton një ditë, një muaj, një vjet me vite. Megjithatë ky nuk fajsohet për luftën që e bën. Përkundrazi, ky mund shpërblehet për luftën e brendshme që e ka me këtë heva të tij, me këtë pasion dhe me këtë epsh të tij. Dikush e mbaron nga momenti kur ai kupton që kjo është haram dhe është e urrejtur tek Allahu, është ashtu edhe e urrejtur tek unë. Po nuk janë të gjithë barabartë në luftën, në dashurinë dhe në urrejtjen ndaj gjërave. Nuk janë të gjithë barabartë, se kjo varet nga niveli i imanit të njerëzit. Kështu që njeriu ka mundësi që nga jashtë ta luftoj, po brendësia e tij ka mundësi nga jashtë të ndaloj nga praktikimi diçkaje, po brendësinë e tij të lufton natë e ditë. Ta lë këtë gjë dhe ndoshta i shkojnë vite të tëra dhe s'ka mundësi që ta lë një haram të caktuar. Në këtë kontekst, për ta kuptuar se përpara nesh kemi vetëm dy rrugë, ja pasimi i epshit, dhe unë e quaj hewa, ja pasimi i Allahut ose wahjit. Argument për këtë, kemi shumë argumente. Madje Kur'ani nëse ka diçka e cilën e ka mbush me argumente, është ky aspekt kur'anor. Tha Allahu Jelle Jalaluhu, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tha Allahu, ai alayhi salatu wasalam, nuk flet nga hevaja e tij, nga hamendja, pasionet, epshi, qejfi, teki i tij. Ai flet me wahi. Si me thon Allahu Jelle Jalaluhu përpara nesh na ka dhënë vetëm dy opsione. Ja wahi, ja hevaja njeriut. Nuk ka opsion të tretë, nuk ka diçka të cilës i thon grey zone. Ja është bardhë, ja është e zezë, nga ky këndvështrim. Ja është pasimi i wahit, ja është pasimi i pasionit dhe epshit dhe gjërave tjera. Përndryshe s'ka. Andaj Allahu tha, wa ma yantiqu anil hawa. Ai alayhi salatu wasalam nuk flet nga hamendja e tij. Atë që e thot është wahi prej Allahu Jelle Jalalu. Në çështje dinit Allahu te bareke te ala kuptohet. E kur Allahu Jelle wa ala i nxjerr përpara nesh vetëm dy rrugë, kuptohet që pasimi i këtyre rrugëve tjera jashtë wahit janë ajo e cila e rrezikon mirëqenien tonë dynja dhe në ahiret. Për këtë shkak, siç është transmetuar në hadith dhe gjithë ju e dini këtë hadith, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam një ditë prej ditëve vizatoi në zallë, në rër, një vijë të drejtë dhe anësh kësaj vije vizatoi shumë viza tjera. Dhe lexoi fjalën e Allahu Jelle Jalaluhu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Tha, lexoi fjalën e Allahut ku Allahu thot dhe kjo është rruga ime e drejtë, wahi. Kjo është rruga ime e drejtë, kjo është wahi. Fattabi'u, atë pasoni. Dhe mos pasoni rrugicat të cilat do t'ju devijojnë juve nga rruga e drejtë e Allahut Jelle Jalaluhu. Në surën Al-Qasas, ajeti 55 ose 50 falni, thot Allahu Jelle Jalaluhu, pasi përmend disa replika të mushrikëve ndaj faktit që Muhamedi alayhi salatu wassalam është pejgamberi i Allahut. Ju e dini se mushrikët e kundërshtonin pejgamberin e Allahut alayhi salatu wassalam çështje për të cilat ata vetë i patën pranuar se nuk janë ashtu, por ama kur ai tha unë jam pejgamberi i Allahut, thanë ja është kështu. Kështu që tek ata ky njeri ishte më besniku, ky njeri ishte më i respektuar, i më i nderuari në momentin që tha unë jam pejgamberi i Allahut, ky u bë gënjeshtar, ky u bë sihirbaz, ky u bë njeri i cili çon në vend agjendat e huaja, ky u bë kët dhe e ku ta di unë. Dhe prej gjërave që ata lypën nga Muhamedi alayhi salatu wasalam është që t'u zbres Kur'anin jumlatan wahide. T'u zbres Kur'anin për një herë. Por ama Allahu Jelle Jalaluhu e zbriti Kur'anin pjesë. Nga se zbritja e Kur'anit për një herë do të na e pamundson të neve kuptimin e Kur'anit dhe do të na e pamundson të neve bindjen ton ndaj gjërave ose ndaj kërkesave që janë përmend Kur'an. A nuk tha Allahu Jelle wa ala inna sanulqi alayka qawlan thaqila? Ne ty do të zbresim fjalë të rëndë. E paramendoj që kjo fjalë e rëndë kishte zbrit për një ditë, për një moment, për një herë në jetën e muslimanëve. Jo brenda një periudhe për 20 e sa vjet.
Andaj, ata lypën nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, që kur të zbret ty wahyi, le të zbresin me wahyin edhe 2 melaçe. Ata kërkuan prej pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam që të zbret ty e njëjta që i ka zbritur Musait alayhi salam. Andaj Allahu i thot pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, a nuk ban ata kufër në atë që i zbriti Musait alayhi salam? A nuk than ata a nuk than ata? Kështu që kishte replik mes muslimanëve ose mes wahjit dhe kërkesave të mushrikëve lidhur me wahjin dhe procesin e wahjit. Pas gjithë kësaj, tha Allahu xhalla xjalaluhu, fa in lam yastajibu lak, nëse ata o Muhammed nuk të përgjigjen. Kjo është përfundimi. Përfundimi është pa marrë parasysh çfarë dëgjojmë ne për wahjin. Përfundimi është që çdo individ në këtë dynja duhet i përgjigjet të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam. Çdo individ në këtë dynja duhet i bindet Allahut xhalla xjalaluhu në atë që Allahu e kërkon nga njeriu. Tha fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dije o Muhammed që ata pasojnë hevan e tyre. Ata pasojnë epshin e tyre. Kaq. Dush ta dish motivin pse nikojshia jon nuk falet kur i themin e falu. Dije se baza e problematikës është pasimi i epshit. Gjithë shka tjetër është ansore. Kjo vlen për muslimanin dhe jo muslimanin. Dush ta dish pse një vlla përgojon dhe bart fjalt e burrave në mezhliset burrave, dije se baza është pasimi i epshit. Thot Allahu fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Thot Allahu, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri ilm, bighayri hudan min Allah. Dhe a ka më devijuar se ai i cili pason epshin e tij pa udhëzim nga Allahu, pa argument nga Allah. Si e pason këtë gjë cilën je duke pasu? Kurse Allahu nuk ta ka leju, kurse Allahu nuk ta ka urdhru, kurse Allahu nuk ta ka lëvdu këtë vepër. A ka, thot, njeri më të devijuar sa i cili pason epshin e tij pa argument nga Allahu xhalla xjalaluhu? Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Dhe Allahu nuk udhëzon zullumqtarët. Kanë thënë dietarët që zullumi i njeriut, pa marrë parasysh nivelit të zullumit, është prej gjërave të cilat e parandalojnë ose e ndalojnë taufiqin e Allahut mbi të. Zullumin që e bëjmë ne me gjuhët tona, me veprat tona, me përpjekjet tona për diçka në cilën ka zullum, kjo bëhet sebeb që Allahu mos na udhëzoj. Kjo bëhet sebeb që Allahu të na mban larg nga wahyi. Andaj Allahu thot inna Allaha la yahdi, Allahu nuk udhëzon drejt çka? Drejt wahjit dhe zbatimit wahjit ata të cilët bëjnë zullum. Andaj nëse njeriu ndjen vetveten e tij që un jam larguar nga wahyi, duhet kontrollon nivelin e zullumit që e ka në jetën e tij. Zullumi ndaj vetes së tij, zullumi ndaj më të afërmve, dhe ndoshta zullumi ndaj të tjerëve. Për shkak se zullumi është perde që largon taufiqin e Allahu xhalla xjalaluhu nga njeriu. Për këtë shkak vëllezër, përpara nesh kemi rrugën e cila është kënaqësia e Allahut, ai është pasimi i wahjit të tij, dhe tjetra është rreziku, është devijimi nga pasimi i wahjit. Është pasimi gjithçkaje që quhet hawa. Dhe prej llojeve më të rrezikshme të sofistikuara të hevas është hevaja e veshur me petkun fetar. Dhe kjo është një problematik të cilën e kemi gjetur në të kalumen, e gjejmë sot dhe të ekzistojë derisa dojë Allahu xhalla xjalaluhu. Megjithatë, për t'ju largu kësaj forme të sofistikuar të pasimit të hewas, njeriu duhet të ketë parasysh diçka. Se pasimi i hewas nuk është gjithmonë lehtë për ta identifikuar. Madje njeriu në brendësinë e tij ndonjëherë mendon se pason hakun, po kur ndalet dhe mediton dhe konsultohet me dikë, e kupton që nuk ka pasu hakun dhe ka pat motive të fshehura brenda vetes së tij, të cilat e kanë bë atë që ai të pasojë hevan e tij. Për këtë shkak, një ndër rreziqet që ne shohim sot mesin e muslimanëve tonë është pasimi i metodave të ndryshme dhe rrugëve që ne shpesh i quajmë lehtësime ose vështirësime, ose metodologji që janë në kundërshtim me metodologjinë e wahjit. Të gjithë ju e keni dëgjuar thënien e Sulejmanit Tejmit dhe që është transmetuar nga
nga Sufjan e Thauri dhe Imam Ahmedi dhe të tjerët, men tatabba'a rukhas al-ulama'i faqad tazandaq. Që do me thënë gjuhën shqipe, kush pason lehtësimet e dietarëve është bërë zindik. Kush pason lehtësimet e dietarëve është bërë zindik. Zindika e dini gjë është? Gjë është. Ha? Lloj munafiku. Realisht fjala e vllaut është e vërtet. Nëse shohim ne tek sahabet, ata kanë pat një emërtim të cilin e kanë zbatuar ndonjë grupe të njerëzve të caktuar. Munafik, fulan munafik. Filani është munafik, ky njeri cilësitë e tija përputhen me do cilësi që i ka përmendë Allahu për hipokritët në Kur'an, ky është quajtur munafik. Mirë po pas sahabeve nuk është emërtuar dikush munafik. Nga rëndësia e termit dhe përmbajtjes së cilësive që ka termi munafik. Andaj është zëvendësuar tek dietarët e mëvoshëm termi munafik me termin zindik, për shkak se kjo është aspekti i parë. Aspekti i dytë është se shpesh termi zindik sillej në qarqet e fetarëve. Sillej në qarqet e fetarëve, ajo është se njerëz me terminologji fetare kanë shpreh praktika jo fetare. Terminologjia është fetare, po jeta ati është se s'është fetare hiç. Ti thu si mund të Allah, ka titull, ka mësu të filon shejhu, fjalorin e ka më mirë se krejt o gjallar ton, ama jeta ati, jeta ati, Allah, kërkund me atë që ka flet. Andaj ata e kanë emërtuar atë zindik. E kanë emërtuar zindik. Dhe si që ka thënë Neveviu dhe tjerët, për para ti, që fjala zendeka është përpjekje e njeriut që të largohet nga sheriati në dukjen e tij. Është përpjekje e njeriut që të largohet nga sheriati në dukjen e tij. E kanë thënë ulemaja, nga Sulejman et-Tejmi dhe të tjerët, men tatabba'a rukhas al-ulama'i faqad tazandaq. Kush pason rukhsat e dietarëve është bazindik. Tamam. Çfarë do me thënë rukhas? Ne e përkthejmë shqip si lehtësime. Mirë po duhet ta keni parasysh këtu nuk është gjithmonë lehtësim. Mund të jetë vështirësim. Po pse ky njeri pason një mendim që është më i rëndë? Për shkak se nefsi i tij e don vështirësimin në fe. Ai nuk e don lehtësimin. Nefsi i tij don gjithçka që është shtrënguar. Ti thuj o vlla, këtë e ka thënë i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, se në këtë mesele ka hapësir, ka muhabet, ka lëshveresht, nuk ka gjithçka bardhëzi. Ai thot ja. Më e shtrëngumja, më ekstremja është më e mirë. Nefsi i tij anon gjithmonë ka gjërat më të vështira. Por shumica e njerëzve anojnë ka gjërat më të lehta. Andaj tek ne shpesh përkthehet me tatabba'a rukhas al-ulama'i, kush pason lehtësimet e dietarëve. Po ne këtë e themi kushtimisht lehtësimet. Në përgjithësi ka të bëjnë me lehtësimet. Po tek njeriu me nefs të shtrënguar nuk është lehtësimi. A gjithmonë anon ka diçka e cila është më e shtrënguar dhe më ekstreme. Ku është problemi? Është problemi te motivi dhe hevaja e njeriut. Të gjithë njerëzit duan lehtësime. Ky don shtrëngim, po për të dy palët kjo konsiderohet rukhsa. Ajo është dalja nga dispozita e përgjithshme në një dispozit tjetër për x arsye që neve na duket më e lehtë. Ama dispozita origjinale mbetet. Dhe dalja me argument nga dispozita që është në esencë më e rëndë, në një që është më e lehtë nuk prish punë. Por ama këtu është përmend diçka tepër interesante. Men tatabba'a rukhas, kush pason rukhsat e kujt? Këto të pasuarit a janë dietara, janë xahila. Janë dietar. Po tamam, unë nuk pasoj. Unë pasoj Ebu Hanife. Tamam. Kush problemi? E marr lehtësimin e tij. Ki thot unë e pasoj Imam Ahmedin këtë mesele. Pastaj unë në meselën tjetër thon, jo, unë e pasoj Imam Shafiun këtë mesele. Po na tjetrën e pasoj Sufjan e Theurin. Unë kam pasuar njerëz të devijuar. Pse jeni gjithë gjuani mu dhe gjithë musulmani, mo jam tu pasu xahilat më të mëdhenj këtij umeti apo njerëzit më të ditur? Jo, ti e tu pasu njerëzit më të ditur, por jo në metodologjinë e njerëzve të ditur. Tu është problemi.
Problemi është te metodologjia e marrjes së këtyre lehtësimeve. Se ti merr nga mozaiku i secilit prej tyre një pjesë që nuk përputhet mozaiku në atij tjetrit. Kështu që ti e merr një lehtësim me një mesele nga njëri dhe vendos meselen e, për shembull, meselen e niqahut. Ky e merr qëndrimin e hanefive se nuk kushtëzohet idhn el wali, izni i kujdestarit për martesën e çikës. Edhe thot tamam, e mora këtë lehtësim. Lehtësimi tjetër, lejohet vonimi ose mos përcaktimi i mehrit te filan dietar. E mora në këtë. Po të tjerët, lejohet mos prezenca e dëshmitarëve gjatë martesës te ata tjerët. O, mashallah, ky u martu pa lejen e prindit, u martu pa mehr, u martu pa dëshmitar, tamam, çka mbeti? S'mbeti kurrë, u martu me Allah. Po këtë, kush e ka thonë? Këtë e kanë thonë imamat e islamit o vëllezër. Dhe ky ka marrë prej tyre imamave dhe ka marrë këto pjesë të mozaikut të cilat nuk përbëjnë institucionin e niqahit. Përbëjnë sheriatin e tij, jo sheriatin e të cilin e pajsojnë këto dietarët. Përbëjnë hevan e tij, jo argumentet që i kanë pasuar këto dietarë. Për këtë shkak dietarët çfarë kanë thonë? Kush i pason dietarët në këto lehtësime, faqat tazandaqa, ky nuk ka kornizë në të cilën do të ndërton mozaikun e tij. S'ka fe, s'ka sheriat për këtë. Dhe kjo formë e emancipuar, kjo formë pak komplekse sot gjendet tek muslimanët. Qasja deri tek informacioni sot është shumë e lehtë për shumicën e njerëzve. Andaj thot valla filan meselja, po ta kërkojbe pak në internet. Nuk i intereson atij kush e ka thonë, çka e ka thonë, është fytyrë e njohshme. Filani, elhamdulillah. Po vëlla, ti gjithë ditën merr mendimet e një hoxhe që është afër shtëpisë tënde, me cilin mëson javë për javë, me cilin mëson 2-3 herë në javë, dhe kur vjen te meselja për cilën ti ke nevojë një lehtësim, shkon te një hoxh i cili jeton në qoshin tjetër planeti. Si ka mundësi? Ku është ai hoxha cilin ti i beson çështje shumë më madhore? Por ama kur ka ardhur që kjo të ndeshet me hevan time, kemi thënë hoxhës veç pak. Është shumë e vështirë për nefsin tim. Shumë e vështirë. Nuk mundi. Andaj një kurban e boj për kitë familjen, jo për çdo antar, se kjo shumë e rëndë është. Ani se e ka mundësinë, po shumë e rëndë është. Ka dikush pjo xhallarëve i cili e thot, ai tjetri thot kundërtën. Andaj gjen dikan që martohet pa prezencën e dëshmitarëve, një tjetër që martohet pa lejen e veliut e kështu me radhë. Të gjithë duke marrë lehtësime dhe duke u argumentuar me fjalët e imamave të ndershëm të këtij dini. Andaj Sulejman et-Tejmi ose kush është thënësi i kësaj thënie të artë, men tatabba'a rukhasal ulama'i, kush ka pasuar të rukhsat e dietarëve, nuk ka pat për qëllim që ne të pasojmë xhahilat më të mëdhenj të dynjas. Të pasojmë imamat tonë, të cilët janë të pasuar, por në metodologjinë e imamave, jo në metodologjinë tonë. Në sistemin e tyre brenda kornizave që ata i kanë caktuar, jo brenda kornizave të cilat mi dikton mua epshi dhe hevaja ime. Andaj vëllezër, sa do që duket kjo formë sofistikuar, problemi numër 1 në këtë gjë është madhrimi i wahjit edhe devotshmëria. Nëse këto dia mungojnë, nuk madhrohet wahji dhe nuk ka devotshmëri të mjaftueshme, ne do të gjejmë mekanizma psikologjike në të cilat ne do të pasojmë rukhsat e ulemave dhe do të pasojmë epshin ton, jo wahjin e Allahut xhella xhelaluhu. Andaj nëse ne madhrojmë wahjin si duhet dhe shtojmë dozën e devotshmërisë ndaj Allahut, atëherë me lejet Allahu xhella xhelaluhu kemi bën një barierë mes nesh dhe pasimit të hevas në çdo lloj forme, qoftë ajo përmes hevas të epsheve të ndryshme, qoftë ajo përmes lehtësimit të cilin e marrim nga dietarët. Lut Allahun xhella uala që ta bëj wahjin epiqendër të çdo veprimi ose mos veprimi ton. Lut Allahun xhella xhelaluhu që wahji të ndriçoj jetën e secilit prej nesh, jetën e vëllezërve dhe motrave, prindërve ton. Lut Allahun xhella uala që siç na ka bashkuar këtë mezhlis, na bashkon mezhlise më të mira, shoqëri më të mirë, në vend më të mirë, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpërblet.